Kanë qenë plot arsye që nështë kështu të përbashkëta si njësi më kanë shti me u kysh politikun e që një kohë gjatë veç jam në një farë mënyrë në politikë, dalë në media, jap mendime të mija politike, nëse më thonë. Kam qenë një kohë në Preseng, pastaj një kohë në Rubikan, pastaj në shumë media, kam përmi 200 paraqitje televizive, ku jam mundu me mënyrën teme, me dhoni mendim të caktuar për sfera të ndryshme të politikës, po edhe për Kosovën përgjithësi. Edhe e kom ndërtu një karrierë politike, e kom përfundu një shkollim për cilin unë kam ndru të njëtën, edhe mendoj që kyçja në politikë ma jep një mundësi që çato gjona që i kom përmbledh gjatë jetës, kam mësu, kam punu, me mujtë me shfrytzu që me ndiku diçka ma shumë, të cilën si biznes, ose si inxhinier, ose si ndërmarrës nuk mundesh me bo. Edhe, normal, pastaj mosha, momentumi, krejt këto, kur ndërlidhen bashkë, për mu ka qenë momentin ndoshta edhe i fundit, po edhe ma i miri që me marrë një hap të tillë, edhe sa do patetike që mundet mundu, ku ne du shumë këtë vend, edhe mendoj që secili prej neve që kemi përfitu prej këtij vendi, kur po them përfitu është në aspektet që këto ne jam shkollu, jam rrit. Kom pas mundësi me ngrit një kompani, me punësu të ri, duhet me kthy diçka këtë mundësi për qytetarët e vendit dhe për vendin.